Një studim i Bashkimit Evropian ka nxjerrë në duke situatën alarmante të mos funksionimit të pushtetit legjislativ dhe ekzekutiv në Shqipëri, dy shtyllat kryesore të demokracisë në vend. Studimi i fundit i raportit Sigma, një nismë e përbashkët e BE-s dhe OECD për mbështetje për përmirësimin dhe menaxhimin e qeverisjes, thekson se procesi i hartimit të ligjeve në Shqipëri ka dobësi pasi bëhet pa analizë të mirëfillt të efekteve që ato kanë në ekonomi dhe shoqëri. Ekspertët e huaj vënë në duke se Shqipëria ka kabinete qeveritare më të fryera në rajon, por kjo forcë e madhe këshillimore nuk po përkthehet në ligje me cilësi dhe rezultate më të larta. Sipas të dhënave të publikuar mbi cilësinë e zbatimit të vlerësimit të ndikimit rregullator midis qeverive të grupit Sigma 9, Shqipëria paraqitet me performancë të dobët. Raportet që shoqërojnë draft ligjet shqiptare dështojnë në pikat më kritike, pasi ato nuk ofrojnë një analizë të plotë të problemit, nuk shqyrtojnë opsione alternative, përveç asaj që propozon qeveria dhe nuk identifikojnë grupet e interesit që preken. Më shqetësuese e shkruan monitor mbetet mungesa e llogaritjeve financiare kosto-përfitim për ndikimin e ligjeve, një kriter ku Shqipëria së bashku me pothuajse të gjitha vendet e rajonit, përveç Serbisë, dështon plotësisht. E vetmja pikë ku Shqipëria tregon një shenjë reflektimi është analizën e monitorimit dhe vlerësimit, por edhe kjo mbetet në nivele minimale. Kjo dobësi në hartimin e politikave pasqyrohet edhe në fazën e planifikimit dhe raportimit të punës në ministri. Ministritë e linjës nuk arrin të ndërtojnë plane pune me objektiva të matshme, duke bërë llogaridhënien për paratë publike një mision të pamundur. Gjetjet e Sigma sugjerojnë se sfida e Shqipërisë është pa aftësia për të orientuar burimet e mëdha njerëzore në kabinete drejt analizave serioze rregullatore dhe monitorimit të rezultateve. Studimi tregon një situatë alarmante për transparencën dhe efektivitetin e politikave publike. Në 8 shtyllat kryesore të vlerësimit, Shqipëria ka marrë notë kaluese të pjesshme vetëm në njërin prej tyre, monitorimin dhe vlerësimin pas zbatimit të politikave.